Buongiorno! Sot do nisemi për një udhëtim dhe aventura jonë e re është Italia, por se ku nuk do ja tregoj tani, do zburoni më vonë, edhe Klevisi, outfit of the day, edhe valigje, sepse marrëm një valigje me patjetër, sepse duhej, kishim shumë rroba. Edhe shkojmë të bëjmë check-in-in e të gjitha dhe do ju flas përsëri. Në ditën tonë të parë në Rom, nuk donim të shkonim larg shtëpisë, por ulim në një restorant përballë shtëpisë tonë. Morëm këtë biftekun që ishte shumë i mirë me një mish që vinte nga Finlanda. Morëm 2 lloje makaronash dhe një burger. Gjithashtu mbëlsirat ishin amazing. Ishte një 10 nga 10. Ciao, 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 bel partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Portami via, oh bella, ciao, 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 bel partigiano, portami via. Mirëmëngjesi nga dita e tretë. Sot është dita që do shkojmë në Vatikan, edhe tek shkallët spanjolle. Praktikisht dje ne kemi shkuar në Kolose, edhe në Fontanën e Trevis, që keni parë nga klipet. Dy kishte linjën edhe babi, hëngrëm edhe trekën edhe të lindjes, dhe pastaj kemi ardhur në shtëpi dhe thjesht vetëm për një ditë që nuk e kam kap klipe.
Është hera ime e dytë që vi në Rom, sepse hera parë ka qenë kur kam pas linjën e 15 dhe ma bën dhurat udhëtimin, mami dhe babi, dhe kam shku vetëm me mami. Po këtë herë kemi ardhur të gjithë bashkë dhe yes, më them që ky udhëtim është një nga më të preferuarit e të gjithë vendeve që kam shku, sepse nga pëlqyer shumë vibe dhe çdo gjë tjetër. Plus dje mas 5-6 viteve kam hyp përsëri në biçikletë edhe kuptova që si kisha harruar dhe ishte shumë bukur sepse rrugët ishin shumë bukura, shumë banesa të lezetshme dhe me biçikletë ishte tjetër gjë dhe shpresojmë të hypim edhe sot sepse kjo harta është shumë me probleme. Unë tani në fakt du t'ju tregoj juve outfitin e ditës, që s'kam se si ja u tregoj, kështu. Por nuk e dija ta vesh këtë bluzën me këto apo të vesh këmishën e këtyre pantallonave lina, që është në njëjtën ngjyrë. Po duk sepse mund t'ja ngrej krahët shumë gëllaj, plus që është rrjedh edhe është pak e freskët, sepse këtej është shumë vap, 29 gradë sot, dhe diellit të pjek. Kështu që nuk e di, duhet shoh me një pasqyrë sepse këtu te dhoma nuk kam dhe t'ju them ç'do të zgjedh. Che mi sento timore e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Ne vetëm në Vatikan dhe tani jemi rrugës për tek shkallën spanjolle, që janë 30 minuta larg me këmbë, por ndoshta shkojmë me biçikletë, ndoshta ikim me autobus, do shohim. Edhe yes, do kam kapë klipe, do i kapë edhe klipet e tjera. Masi hëngrëm limonat e famshëm sicilian, ulëm në një restorant me pronar shqiptar, kamarier shqiptar dhe guzhonier shqiptar. Kishin gatu goxha mirë edhe këtu, por jo aq sa tek shtëpia, ai restoranti afër shtëpisë. Për ëmbëlsia morëm tiramisu, cheesecake edhe panna cotta, ishin nice. Mirëmëngjesit të gjithëve nga dita tjetër këtu në Rom, është dita e fundit praktikisht, sepse neve nesër kemi nisën, në fakt nisën e kemi në basditë në orën 6, por po themi dita e fundit, me që është dita e fundit që neve do dalim, do shëtisim me çdo gjë tjetër. Tani do bëjmë gati, është ora diku tek 11, do bëjmë make-upin edhe outfitin e ditës. Se çfarë do vesh e kam afërsisht të planifikuar. Po nejse, also kemi shenja këtu, por nuk do t'ju tregoj asnjë gjë në këtë video. Nëse doni një story time ma shkruani, do bëj një get ready with me, do ju bëj një story time interesant. Sot po mendoj të vesh këto pantallonat lino kafe me këtë rritën ngjyrë kafe. Kjo është më ngjyrë më e hapur në fakt, po mendoj të kombinoj bashkë këto sot. Ky është edhe outfit of the day, pantallona duke kështu dhe bluzja që ka këto mëngët të gjata dhe të gjëra. Këtej ka qenë shumë vapë dhe ne ka zënë goxha dielli dhe nuk e di nëse dallohet në kamera, por këtu më ka ngel shenja sepse kam pas orë dhe më kanë ngel shenjat e të ndirës dhe ka qenë një mod shumë i mirë, në fakt i qik i tepërt, domethënë shumë ngrohtë, më tepër se ç'duhet. Dhe po na përgatit domethënë disi për verën në Shqipëri, po nejse.
Për 4 net qëndrimin e paguajtëm 750 euro. Në përgjithësi shtëpia ishte e mirë, ishte në rregull, kishte 2 dhoma, njërën me balkon dhe njërën pa balkon. Pastaj vazhdimte korridori, siç e shikoni është dhoma e ndenjes edhe kuzhina, goxha e mjaftueshme, le të themi. Tani do bëjmë mbylljen e këtij vlogu në Rom, sepse unë fillova editimin e videos në fakt, por pas që s'kisha bërë mbylljen. Okej, mund të dalë pak e shkurtër si video, por të gjitha momentet, të gjitha klipet janë pjesë nga Roma, udhëtimi ton, gjëra që unë kam dashur t'ja tregoj juve, edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer si video. Nuk kam dashur ta zgjas më shumë videon me gjëra koti, me informacione të pavlefshme apo që të bëhet e lodhshme për ju. Shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer videoja. Roma normalisht është perlatike. Për mua ishte hera 2, në fakt hera parë ka qenë kur kam mbush 15 vjeç, nëse nuk gaboj, për përvjetor ma boni mami dhe babi dhuratë për ditëlindjen dhe unë kam shku vetëm me mamin atëherë. Po këtë herë ishim gjithë së bashku dhe unë ja kam kaluar super mirë. Dalë me përshtypjet më të mira nga ky udhëtim, sepse udhëtimi i parë është një udhëtim që nuk është se e pëlqeva aq shumë, me thënë drejtën, por ky ishte amazing. Pavarësisht se unë jam sakatu pak andej, por një story time do ta bëj duke u bë gati në shorts. Do bëj një get it with me edhe story time, edhe ju tregoj aty të gjithë historinë se si ndodhi, sepse këtu nuk do të zgjatem, siç ju thash. Also t'ju bëj edhe një unboxing të një parfumi që mori Klausi në duty free tek aeroporti Rom Fiumicino. Morëm të Xerxhofit, nga mrena është kështu me ngjyra, shumë i bukur, shumë unik si paketim. Edhe mori këtë versionin blu, kështu bëqe, me këtë ngjyrën e lezetshme. Erën e kishe shumë të mirë, po me thënë drejtë nuk është se u interesova shumë, nuk është se po e kisha shumë me një në për parfum atje. Kështu që yes, tani unë në fakt do ta shoh pak, do të bëj ca kërkime për këtë, të shoh nëse është unisex ose jo, që ta përdor, pse jo. Tash nga paketimi këtë, se thjesht në fakt vllai e ka përdor, po e kishte rujt kutinë dhe thash okay, t'ju bëj juve një unboxing, sepse neve fakt kemi disa ditë që jemi kthyer nga Roma. Sot është e mërkurës edhe Kurbani, ju uroj edhe Kurbanin nga këtu. Megjithëse kam hapur një vlog tjetër për Kurban Bayramin, sepse doja të ngilte një video si kujtim. Nëse shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer, edhe të keni dalë me përshtypjet më të mira për kanalin tim edhe për videot e mia. Ne do shihemi në një tjetër vlog. Deri atëherë ju uroj të kaloni sa më bukur, sidomos sot që është Kurban Bayrami. Dhe Allahu ju pranoft çdo lloj lutje dhe çdo lloj gjëje që ju do zemra dhe inshallah sa më shumë shëndet dhe paqe patçim të gjithë për familjen tona. Do shihemi në një tjetër vlog. Deri atëherë ju poç.